Ministri Gjerman I Mbrojtjes Boris Pistorius e quajti Rusin kërcënimin më të madh për NATO gjatë një fjalimi në Forumin e Sigurisë në Varshavë të hënën. Pistorius kritikoi jashtëpër Moskën për shkeljen e përsëritur të hapësirës ajrore të vendeve europiane, të cilat I quajti të pamatura dhe të rrezikshme. Shefi I Mbrojtjes Gjermane konfirmoi se dronët rus fluturuan mbi një anije gjermane në detin Balltik përpara se të shkelin hapësirën ajrore polake dhe estoneze. Ai gjithashtu u shpreh se Berlini do të jetë I angazhuar për forcimin e mbrojtjes kundër këtyre kërcënimeve. Është çështje për mirësimi të kapaciteteve pasive dhe aktive në kuptimin e mbrojtjes ajrore dhe prandaj sigurisht do të shohin çfarë është e mundur në javët dhe muajt që vijnë. Pistorius theksoi se Gjermania do të kontribuojë në projekte dhe iniciativa për të forcuar krahun lindor të Aleancës së Mbrojtjes, por nuk dha detaje, duke thënë se është shumë herët për të shpallur një plan konkret. Ai gjithashtu rikonfirmoi angazhimin e palëkundur të Berlinit për mbrojtjen e Ukrainës, duke zbuluar se vendi I tij do të dërgojë 2 sisteme shtesë të mbrojtjes ajrore Patriot në Kiev deri në vitin 2026.